Zonja dhe zotërimi mbrëma, uroj t'jeni mirë. Në luftë, viktima e parë është e vërteta. Por, kur e vërteta fillon të rrjedh nga muret e Pentagonit, ajo nuk është thjesht një informacion. Është një bombë që mund të hedhë në erë të gjitha apo pjesën më të madhe të sekreteve atje në shtëpinë e bardhë ku drejtohet bota. Në 22 prill bota pa një lëvizje që tundi themelet e ushtrisë më të fuqishme në planet. John Phelan, sekretari i Marinës Amerikane, njeriu i cili hodhi $1.8 milion për fushatën e Donald Trump, u shkarkua me një të rënë të lapsit nga Pete Hegseth. Pa shpjegime, pa falenderime, pa asgjë. Përse ky nxitim? Çfarë pa Phelan në ujërat e Gjirit Persik që detyroi presidenti Donald Trump ta eliminonte brenda natës? Sot do të hapim dosjen e fshehtë të një lufte ku ushtarët vdesin për shifra burse dhe ku sekretari i Marinës Amerikane nga atje brenda ka dalë dhe ka akuzuar presidentin Donald Trump për krime që mund të çojnë atë pas hekurave për jetë. Në fakt, akuzuesi nuk është pjesë e establishmentit Soros, as është pjesë e Partisë Demokratike, është një njeri i cili i ka dhuruar Trumpit $1.8 milion në fushatën e tij elektorale në mënyrë që ai të kthehet në pushtet. Sigurisht, pushteti ka punë, ka dhe thërrime, ka prishje marrëdhëniesh, ka rregullim marrëdhëniesh. Por sekretari i Marinës Amerikane, njeriu shumë i informuar me atë që po ndodh në vendin në luftën e Gjirit, nxjerr shifra të përgjakura të një lufte e cila me sa duket deri në këtë moment i është fshehur jo vetëm pjesës tjetër të botës, por edhe amerikanëve vetë. Zyrtarisht, Pentagoni dhe Washingtoni thonë se kemi vetëm 400 të plagosur nga kjo luftë gati 50 ditore me Iranin. Por, rrjedhjet e informacionit që vijnë nga zyra e sekretarit Phelan tmerrojnë çdo familje amerikane. Është tjetër histori sa të vërteta janë pretendimet e tij, por ai nuk është një njeri rruge. Ishte sekretari i Marinës, njeriu me një pozicion shumë të lartë, i cili u shkarkua befasisht. Dëgjoni pak shifrat që thot sekretari i shkarkuar. Ai thot mbi 1.000 ushtar janë vrarë, pra 1.000 ushtar amerikanë, në vetëm 42 ditë luftë me Iranin. E tmerrshme. Tingëllon e tmerrshme sigurisht. Dhe pretendon se ka 5.000 të plagosur. Nëse këto shifra janë shifra të vërteta, ky në fakt nuk është më një konflikt. Kjo është një katastrofë ushtarake që është duke u mbuluar me shumë kujdes dhe me shumë propagandë. Tashmë në Amerikë ka mjaftueshëm zyra për ta hetuar dhe për ta kuptuar dhe për ta nxjerrë të vërtetën në dritë nëse ka një vullnet të tillë në shtetin e thellë për ta nxjerrë. Pyetja që lind tani është përse po hesht Pentagoni, sepse pranimi i këtyre shifrave do të ishte sot zyrtarisht fundi i administratës Trump në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Si do të sillen me këtë e din atje, si do të sillen, por ky është realiteti. Nëse shifrat dalin të vërteta, atje ndodh një tërmet i madh. Sekretari Phelan pretendon se ka dokumenta, jo vetëm fjalë, jo vetëm aludime, jo vetëm hamendësime. Ai pretendon se ka dokumenta të cilat provojnë dështimin total të mbrojtjes ajrore amerikane në bazat e Gjirit Persik. Ka anije të goditura që janë mbajtur të fshehura, ka një marinë e cila është goditur shumë fort dhe ka ajo që është më e tmerrshme dhe më e rrezikshme, ka një numër arkivolësh, të cilët janë duke u kthyer në heshtje natë dhe
larg kurreshtjes së kamerave dhe të mediave apo të agjensive ndërkombëtare të lajmeve. Kur administrata amerikane fsheh numrin e vërtet të viktimave, në fakt nuk është duke mbrojtur sigurinë kombëtare, thot sekretari Felan, por në thelb është duke mbrojtur karrigen dhe pushtetin personal të presidentit Donald Trump. Dhe këtu vjen një dimension i përgjakshëm i luftës, të cilin ju jo se nuk e keni imagjinuar, por që her pas here njerëzit ose për arsye të simpatisë ose për arsye të tjera nuk kanë dëshirë ta pranojnë që kanë të bëjnë me një luftë të përgjakshme trilionash. Miliardat tashmë janë shumë të forta si shifra, edhe 10 miliardat, edhe 100 miliardat, por trilionat duket se janë gara e vërtet në këtë luftë dhe në këtë biznes të përgjakshëm në lindjen e mesme dhe jo vetë. Sekretari i Marinës Amerikane i shkarkuar tashmë ka hedhur akuzën më të rëndë që mund të dëgjohet brenda Pentagonit dhe brenda Shtëpisë së Bardhë. Kjo, ka thënë ai, nuk është luftë për liri, as për mbrojtjen e aleatëve, as për demokraci dhe as për gjë tjetër. Kjo, thot, është një luftë e pastër ekonomike për të bërë triliona dollar nga grupet e mëdha të interesit. Sipas ish sekretarit tashmë të shkarkuar të Marinës, Donald Trump është duke përdorur gjakun e ushtarëve dhe të popullit amerikan për të manipuluar bursat. Kjo është akuzë e tmerrshme. Dhe këtë thot ai, jo unë, e thon ata, atje brenda, shokët e ngushtë bashkëpunëtorët e Trumpit, që e kanë financuar fushatën. Gjithçka, thot, është duke u bërë për të luajtur me çmimet e bursave. Unë ja kam shpjeguar historinë e bursave, si bëhen deklaratat shtunën, dielen, bëhen goditjet, pastaj qetësohet kur me hapjen e bursave ditën e hënë mëngjes, qetësohet me armpushim deri të premten dhe më pas ulet prap ritmi, ngrihet ritmi, ulet ritmi, ngrihet ritmi. Kjo quhet loja me bursat nëpërmjet deklaratave dhe nëpërmjet uljes dhe ngritjes artificial të toneve në kërcënimin për luftë. Këto bursa çfarë bëjnë? Rrisin spekulimin pas një diskutim dhe rrisin çmimin e naftës dhe shërben kjo lëvizje spekulative e bursave për të shitur arsenal të frikshëm armësh, të cilët kapin shifra marramotse. Sekretari Felan thot se presidenti Donald Trump dhe partnerët e tij po ndajnë fitime që mund ta bëjnë presidentin amerikan trilionerin e parë të historisë. Pra, të gjithë e kanë kaluar historinë e miliardave, janë në garë për trilionin. Njeriu i tij i afërt thot se fitimet marramëtse që po vijnë nga lufta dhe nga deklaratat mund ta bëjnë presidentin trilionerin e parë në histori. Imagjinoni pak kur ngushtica e Hormuzit digjet dhe llogaritë bankare në Mar-a-Lago fryhen. Ky është pa diskutim një makiavelizëm i pastër i shekullit 21. Një luftë ku vdekja e një marinari amerikan përkthehet me rritje të aksioneve në Wall Street është diçka e dhimbshme pas një diskutim. Dhe këtu duhet të kthehemi patjetër tek kaosi dhe tek deep state-i. Shikoni çfarë po ndodh brenda Pentagonit, miq. Shkarkime të frikshme, një pas njëshme, të shefit shtabit, generalëve, të oficerëve të lartë. Këto të gjitha nuk janë shenjë e pastrimit, por janë shenjë e një përçarje terminale që po ndodh në shtetin e thënë, për cilën unë ka kohë që ju flas. Pentagoni po përplaset me sekretarin e mbrojtjes Pete Hegseth. Ushtria po merr urdhra që shumë oficerë
i konsiderojnë jo kushtetuese, kur oficerët e lartë thonë se nuk e din strategjinë e Pentagonit, kjo do të thotë se ushtria është duke ecur verbërisht drejt panjohurave më të mëdha. Dhe pyetja që këtu përvëllon është kush e drejton realisht sot Shtëpinë e Bardhë. Felan lëshoi një tjetër bombë. Ai thot se timoni nuk është në duart e Donald Trumpit, por në duart e Netanyahu's dhe një grup i interesash ekonomike që ai e quan shteti i thellë. Një grup i cili kontrollon si Washingtonin ashtu dhe Tel Avivin, duke shtyrë drejt një hegemoni global që shtrihet nga Amerika Latine e deri në Grönland. Pra loja është shumë më e madhe se sa që mund të imagjinojmë. Dhe këtu kemi të bëjmë me tërheqje apo me dorëzim. Trump thot se ndaloi sulmet për negociatat, por e vërteta është shumë më e hidhur. Irani ka refuzuar të dërgojë delegacion në Pakistan, Irani është duke vendos kushte edhe pse po bombardohet, dhe pyetja është pse ndaloi Donald Trump. Llogaritë ushtarake në Pentagon tregojnë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë mungesë municionesh dhe një pjesë e madhe e bazave të tyre tashmë është bërë pothuajse e pamundur për të mbrojtur. Frika nga një operacion toksor që do të kthehej në një Vietnam të dytë pas një diskutim e ka kapur dhe ka qenë objekt bisede dhe analize të kupola ushtarake e Shtetet Bashkuara të Amerikës. Trumpi nuk ndaloi, thot, njeriu i tij më i afërt, tashmë i shkarkuar. Ai ndaloi sepse makineria ushtarake po psonte goditje, të cilat nuk mund t'i mbulonte më dot me postime në rrjetet sociale, në Truth apo kudo tjetër. Çfarë shoh unë në këtë lojë me shikimin tim modest, apo cila është ai përfundim i cili më vjen në mendje më njëherë dhe dua t'ju përcjell ju, vëllezërve dhe motrave të mi shqiptar. Të dashur miq, kjo që po shohim me John Felan në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është pasqyra e asaj që unë analizova sot në mesditë për Ilir Metën e transformuar tërësisht tek kafazi i qeltë atje në gjykat. Kush nuk e ka parë videon, të shkoj ta shoh urgjentisht videon e pasditës si u shpërfytyrua dhe si u transformua, cili është mesazhi i përgjakshëm i elitave për Ilir Metën dhe për kastën politike në Shqipëri. Njerëzit e sistemit fillojnë e flasin. Kjo do të thotë një sinjal i qartë që anija po mbytet. Pra ju kur t'i shihni njerëzit e sistemit që po fillojnë të hapin gojën nga brenda sistemit, do të thotë që ka nisur çarje të mëdha brenda anijes. Ish sekretari Felan ishte njeri i brendshëm, ishte financues i Donald Trumpit, ishte njeriu apo nga njerëzit e tij më besnik. Sot ai e ka kërcënuar Trumpin me burgim të përjetshëm dhe me dokumentat që posedon. Pse e ka bërë këtë? Sepse as njerëzit më të fuqishëm nuk munden ta mbajnë më peshën e një gënjeshtre që kushton mijëra jetë amerikanësh. Deri kur do ta fshehin e din ata dhe sa munden ta fshehin e din ata, por shqiptarët duhet kuptojnë diçka shumë të madhe. Me që një pjesë e madhe e tyre i ka syt në Washington. Kjo përçarje e madhe në Washington dhe në majën e vendimarrjes ushtarake dhe politike nuk është thjesht një lajm i largët. Ky konfuzion strategjik në Washington tregon se polici i botës është në ankth kur
oficerë të lartë të Pentagonit ndihen të pasigurt për vendin e tyre të punës, imagjinoni se sa të sigurt mund të ndihen aleatët e tyre të vegjël këtu në brigjet e Ballkanit. Trump po luan një lojë ku interesi personal është mbi kushtetutën, thot ai, dhe mbi jetën e ushtarëve amerikanë, por historia na ka mësuar se kur një lider tenton të bëhet mbreti i botës duke vjedhur popullin e tij dhe duke gënjur për humbjet në luftë, fundi nuk vjen nga armiku i jashtëm, por kriza dhe beteja shpërthen nga brenda. John Phelan iku, u largua, u shkarkua, por dokumentet e tij janë aty. Nëse ato dokumenta e shohin dritën e gjykatës, ne nuk do të shohim vetëm shkarkimin e një presidenti, por shembjen e një sistemi që e ka kthyer luftën në spekulime burse për të fituar jo më miliarda, por triliona dollar. Ju, miq, mendoni se shifrat e ish sekretarit janë të vërteta apo mendoni se janë spekulim? Mund të ma jepni mendimin tuaj. A është kjo hakmarrje e një njeriu të shkarkuar nga Trump apo jo? Dhe pyetja finale, a mund të qëndroj një ushtri në këmbë kur oficerët e saj largohen çdo ditë dhe kanë dyshim të komandanti i tyre i përgjithshëm? Pyetje e rëndësishme. Qofse keni dëshirë, shkruani mendimin ta shoh. Sot po flasim për Washingtonin, por mesazhi është universal. Asnjë pushtet, miq, nuk është i përjetshëm kur ngrihet mbi gjak të fshehur. Nesër e vërteta do të jetë më e rëndë se bllokada detare, pas një diskutim, por e vërteta fatkeqësisht nuk merret vesh gjithmonë në kohë. Merret vesh pasi koha të ketë kaluar. Tani fluturojmë urgjentisht për në Prishtinën e zemrës të kuptojmë atje. Në diplomacinë e Donald Trumpit nuk ka letra formale. Ka vetëm lëvizje shahu që të thynë shtyllën kurrizore. Ai i dërgoi një letër Vjosa Osmanit që nuk ishte një urim kortezie. Ishte një urdhër marshimi, një sinjal i qartë se Washingtoni e ka zgjedhur kalin e tij për të rrëzuar Albin Kurtin brenda Kosovës. Ndërsa Vjosa Osmani bën gati valixhet për t'u larguar nga presidenca, shtëpia e bardhë në Washington i ka hapur një derë tjetër atë të udhëheqjes së opozitës. Ta zbërthejmë pak këtë prapaskenën e një përplasje titanësh. Përse Albin Kurti e bëri gabimin fatal duke e çuar vendin në zgjedhje pikërisht tani? Dhe si po përdoret Kosova si fushë betej në luftën e heshtur që duket qartë se ka nisur mes Berlinit dhe Washingtonit atje në Kosovë. Tashmë jemi ndërmjet gabimit fatal të Kurtit dhe kurthit të Vjosa Osmanit. Deri dje Albin Kurti mendohej i pathyeshëm. Mandati i tretë, pa diskutim, dukej se ishte në xhep. Por frika është një këshilltar i keq. Albin Kurti refuzoi të mbështeste Vjosa Osmanin për një mandat të dytë, duke menduar se po eliminonte një rivale. Në fakt ai thjesht i dha Vjosës lirin për të kthyer në një problemin më të madh të vet atij. Vendimi i Albin Kurtit për ta çuar Kosovën në zgjedhje të parakohshme, sipas mendimit tim modest, është akti më i pashpjegueshëm politik i viteve të fundit. A ishte ky vendim sovran i Albin Kurtit, apo Albini ka vepruar në presionin e Berlinit dhe Gjermanisë? Vjosa Osmani është në fushë betej dhe ka marrë bekimin e Donald Trumpit me letrën e tij. Dhe kjo e bën rezultatin totalisht të pasigurt për Albin Kurtin. Aq më tepër, nëse Vjosa do të jetë kali i betejës së opozitës. Kurti mendoi se mund të izolonte Vjosën në presidencë, por Trumpi po e rikthen atë dhe riktheu atë në një rrezik ekzistencial për pushtetin e Albin Kurtit. Iftarët e zotit Kurti mund të më thonë Kreshnik po egzageron se Kurti Albin Baba nuk njeh rival brenda Kosovës.
ju kërkoj ndjes, unë nuk e kam të mundur të bëj analiza me këndvështrimin apo me vizionin e një militanti që e do Albinin verbrisht. Unë e bëj analizën pak më të ftohtë, pak më të qetë. Dhe kush ka dëshirë sigurisht e merr në konsiderat dhe analizon atë që po them. Pyetja e madhe që është a ka lindur tashmë në Ballkan dhe në trojet shqiptare dhe veçanërisht në Kosovë një përplasje titanësh mes Amerikës dhe Gjermanisë. Kur themi mes Amerikës dhe Gjermanisë, themi për Gjermaninë e majtë dhe Amerikën e Trumpit. Sepse deri dje, kur thua Gjermania në Europë, ke parasysh komandën amerikane ushtarake që kontrollon gjithë Europën nga Berlini, nga Gjermania. Sot ekuacioni është pak më ndryshe kur Trumpi ka ardhur në pushtet. Sepse Gjermania është i përket establishmentit të vjetër, ndërsa Trumpi i përket Amerikës së re. Dhe në këtë kuptim, duket qartë që po ka një përplasje mes Washingtonit dhe Berlinit, edhe në Kosovë, edhe në Tiranë, edhe në Ballkan përgjithësi. Për këtë arsye, edhe Albini i ka varur të gjitha shpresat e tij apo ka luajtur me të gjitha kartat e Berlinit, ndërsa Vjosa po luan me të gjitha kartat e Washingtonit. Kosova nuk është më një shtet në Ballkan, miq. Është ndërruar zyrtarisht në një arenë ku Trumpi dhe kancelari gjerman po masin forcën e tyre zyrtarisht. Edhe në Shqipëri me spakun gjithashtu. Akuzat duken qartë, po bëhen nga lojtarët të gjithë që janë lojë. Një pjesë e madhe thotë që arrestimi i Thaçit në Hag është investim i gjermanëve. Sepse ata kishin synim, sipas këtij këndvështrimi, të heqin pengesën apo njerëzit e Amerikës nga Ballkani. Dhe Thaçi pretendoi që ishte duke shkuar tek Trumpi për marrëveshjen e famshme që e bëri më pas Abdullah Hoti me Serbinë në Shtëpinë e Bardhë. Por të kthehemi pak tek Vjosa Osmani. Berlini u duk sikur e ngriti mbështetjen nga Vjosa Osmani në momentin kur ajo kërkoi lirimin e krerëve të UÇK-s dhe shkoi u rreshtua në një takim me Tauland Ballën dhe me kreun e PDK-s në Prishtinë. Ajo donte votat në fakt për presidente, por në këtë moment rreshtimi i asaj ndaj hasmit më të madh të Gjermanisë, pra ndaj Gjermania thot në Tiranë që duhet lëviz spaku të arrestohet Belinda Balluku. A kuptoni ndarjen? E kuptoni si ndahet Washingtoni me Berlin? Pse e hoqin mbulesën Gjermania? Sepse Vjosa u rreshtua pro Hashim Thaçit. Gjermania në fakt nuk i intereson shumë nëse ka apo nuk ka dinjitet ushtarak për Kosovën, por Gjermania është shumë e interesuar të krijojë një balancë strategjike mes Kosovës dhe Serbisë. Berlini dhe gjermanët i kanë premtuar Kurtit shumë çka, por deri tani nuk i kanë dhënë as mbështetjen ekonomike që duhej, as atë politike, dhe Kurti është në mes të një stuhie duke luajtur si një lev gjermane për të bllokuar dominancën apo ndikimin e Trumpit në Ballkan. Kjo është e qartë. Këtu erdhi dhe mesazhi i Lutmir Abdigjikut, i cili përcolli një mesazh të koduar dhe ai donte hynte në lojë. E lexova statusin e tij para 2 ditësh apo 24 orësh, dhe në këtë kaos pra shfaqet Abdigjiku me një status i cili e kërkon që të pozicionohet si rruga e mesme. Por a ka rrugë të mesme kur lufta është mes Shtëpisë Bardhë dhe kancelarisë gjermane? Abdigjiku po përpiqet të lexojë erën e re që vjen nga Washingtoni, por ai e di se pa bekimin e njerëz prej fuqive
pra të Gjermanisë apo të Amerikës, LDK mbetet thjesht një vrojtuese e rënies së Kurtit. Statusi i tij është thjesht një ofertë për partneritet, një pritje për të parë se kush do të dalë fitimtar nga përplasja ndërmjet Vjosa Osmanit dhe Albin Kurtit. Por koha nuk pret. Kush rreshtohet sot? Kush nuk rreshtohet sot? Pas një diskutim që do të shkelet nesër. Mesazhi im për vëllezërit në Kosovë është modest, dashamirës, vllazëror, pa asnjë lloj prapaskere. Vëllezërit tanë në Kosovë, Kosova po kalon orët e saj më të vështira që nga shpallja e pavarësisë. Sepse momenti gjeopolitik është i tillë. Nuk duhet të jeni mish për top në luftën e fuqive të mëdha, të cilët pas një diskutim janë të interesuar për ju, për më shumë, janë të interesuar për hartat gjeopolitike. Albin Kurti ka hyrë në një labirint ku Gjermania po i fik dritat një nga një, Vjosa Osmani është armatosur me një letër mbështetje nga Washingtoni që peshon safati i Kosovës, por duhet të ketë kujdes që të mos e kthej atë në një mjet për hakmarrje personale në Kosovë. Çfarë është më e mira për Kosovën sot? Mendoj se më e mira është kuptoni se asnjë politikan miq nuk mundet të jetë më i madh se aleanca strategjike me Shtetet e Bashkuara, por asnjë aleancë nuk vlen nëse ju jeni të përçarë për vdekje me njëri tjetrin, ashtu siç jemi ne të përçarë në Tiranë. Kosova ka nevojë për një udhëheqje që nuk merr urdhra as nga Berlini dhe nuk pret letra vetëm nga Washingtoni, por që ditë ulet në Troezë me krenarinë e UÇK-s dhe me mençurinë e burrave të mençur të Kosovës. Nëse Kurti vazhdon të luajë bixhoz me sovranitetin për llogarit interesave gjermane dhe nëse Vjosa përdoret vetëm si hanxhar për të rrëzuar Kurtin nga lobet pranë Trumpit, fituesi i vetëm të jeni të bindur që do të jetë Aleksandar Vučić. Bashkohuni, mos e lejoni që kufijt tuaj të vizatohen në zyrat e huaja, ndërsa ju ziheni për karrigen e presidencës atje në Prishtinë. Kosova është e shqiptarëve dhe jo e llozhave që e ndajnë atë në këto kohra të vështira ku po riformatohet e gjithë fati gjeopolitik i botës. Zgjedhjet po vinë, Gjermania po luan kartat e saj, Trump po luan kartat e tij. A do të jetë Vjosa shpëtimtarja e thirrur nga Amerika, apo Albin Kurti do të psoj një zhgënjim të madh bashkë me premtimet e Berlinit? Këtë do ta shohim në orët në vijim. Dua të shoh mendimin tuaj lidhur me këtë. Orët, minutat dhe ditët do të vinë me lajme dhe me zhvillime të mëdha, ne do të jemi bashkërisht për të analizuar nga afër. Me mua Krishnik Osmani nga Akademia Gjeopolitike e Lëvizjes Andeu. Duke ju falendëruar shumë për kohën tuaj të çmuar, nëse mendoni se këto ide, mendime, video janë të vlefshme, jam shumë i lumtur që marr përkrahjen tuaj, marr fjalët tuaja të mira të komentet, i pranojmë edhe sharjet e edukuara. Jam shumë i gëzuar që na e shkruani në një fjalë të mirë, sepse i jap kuptim vetes çfarë po bëjmë. Pra ja vlen apo nuk ja vlen kjo që po bëjmë, kjo përpjekje që po bëjmë. Vazhdoni ta bëni këtë, mbështeteni këtë dritare, sepse është një dritare mediatike e cila nuk do t'ju thot atë që u a thonë në mediat e tjera dhe sikur se do ju zhbiriloj dhe do ju zhbllokoj atë që s'keni për ta dëgjuar në asnjë kanal shqiptar. Kaq për sonte, miru dëgjofshim shpejt me zhvillimet e tjera të mëdha. Natë mirë për sonte.